Bismillah, salatu, salamu ala rasulillah, wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, çdo kush prej nesh e ka të rëndësishme moralin dhe madje edhe shokun dhe mikun që ka për krah e zgjedh në varësi të moralit që ai ka. Pa diskutim çdo kush prej nesh ka parime të ndryshme në varësi të moralit, se çfarë quhet morali i mirë dhe i keq. Dhe çdo shoqëri i ka parime dhe konceptet në varësi të bindjeve që ka dhe në varësi të besimeve që ka. Por se Islami ka dhënë rëndësi shumë madhe moralit mirë, moralit që ka plot vlera, moralit që njeriu nëse e ka, realisht ka gjithmonë vlera si më këtë botë në botë tjetër. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salam thotë: "Innama bu'ithtu li utimme makarim al-akhlaq." Unë jam dërguar për të përsosur moralet më të larta. Një nga misionet e pejgamberit të Zotit ka qenë pikërisht arritja e mesazhit tek njerëzit për t'i bërë atë në moralin më të lartë. Dhe nëse shohim adhurimet e Zotit gjithësisë, dhe një nga adhurimet që është Ramazani, pikërisht jep një kontribut shumë të madh. Sikur ne kemi përmendur edhe herë tjera, nuk ka dobi agjërimi nëse ti merresh me fjalën e keqe dhe punën e keqe, dhe thjesht ushqimin dhe pijen. Por se merr vlerë agjërimi pikërisht duke përsosur moralin e lartë. Madje sikur thot pejgamberi alayhis salam, një nga gjërat që pyet ditën e gjykimit dhe ka vlerë të lartë është morali i mirë. Madje nëse do shohim disa tekste të tjera, ka raste që morali i mirë ja kalon edhe agjërimit, edhe namazit, sepse njeriu duhet përsosi marrëdhëniet e tij me njerëzit dhe të ketë sjellje më të lartë, pa diskutim që sjellja e tij e lartë vjen varësi sjelljes së tij që ka me Zotin e gjithësisë. Nëse shohim adhurime sikur namazi, pikërisht namazi ja ndalon njeriu nga puna e keqe. Nëse shohim zakatin, zakati pikërisht e bën njeriu të pastrojë lakmin që ka për pasurinë dhe të jetë ndihmë ndaj njerëzve. Njëkohësisht dhe haxhi nëse shkon në haxh, nuk pranohet haxhi nëse ti merresh me punë të këqija dhe moral të keq. Dhe agjërimi nuk pranohet nëse morali jot është i keq. Të nderuar vëllezër dhe motra, është një mundësi e madhe për ne që 30 ditë Ramazan të përsosim moralet tona. Lutim Zotin që ne pas Ramazanit dalim me moral më të lartë e na pranojë Zoti gjithë adhurimet tona. Zoti shpëlef.